Zemrat e mia do flasim për diçka që e gjej veten të gjitha. Sa mund të jetë? Janë rrobat dhe hallet e dollapit të rrobave. Po prisja kështu thash ç'a mund të jetë. A ka më hall se rrobat? Ti e di shumë mirë se sa vonohemi ne për gjetur rrobat specifike që na duhen, që na përshtaten për të dalë nga shtëpia. Po, e vërtet. 5 minuta janë poshtë, nuk është vetëm make-up, janë dhe rrobat janë të gjitha. Shka do ne vënohemi çdo emision. Po ju ka ndodhur ndonjëherë që të keni pasur kështu probleme me sharing is caring për rrobat? Unë për shembull kam motor. Ju s'e keni motor, po. Ti e di, unë kam motor, ju s'keni motor, po unë e kam. Keni kështu jo s'keni. E tash në mënyrë batute. Por që unë me motrën, për shembull kur kemi qenë të vogla, që na blinte mami, ke pasur fillimi i shkollës së kështu. Edhe ajo tash si unë si ajo, ja merr një mirë tjetrës, po pa e ditur që ajo kishte qef. Kupton? Dhe jo ziheshim. Po për flokësh, t'ju betohem, nuk kishte, thoshte mami, po s'ke se do ta blej dhe unë ty. Nuk e du njësoj. Nuk e du njësoj, se na thon shoqet. Fillonin pasaj u zinim, 3 orë aty, debat. Nësa tani që jemi rritur, me thënë drejtën sharing is caring, dhe mua nuk më intereson, sepse them që është më e vogël se unë, do të ketë rroba të bukura, pse jo. Edhe unë bezdis tani jo ma kur ti merr rroba? Jo, absolutisht. Jam shumë e lumtur bile që ka qef, dhe do që më kërkon, vjen tek unë, dhe s'dua që për shembull të shkoj të kërkoj një shoqe, ku ka motrën e vet. Hajde te unë. Po me shoqet si keni ju relatat? Unë për vete, nuk e kam problem fare, do thënë, kam shumë qef me Meglin ose me Kesin, ne vendajmë rrobat e njëra tjetrës, jo vetëm rrobat. Edhe ne kemi ndarë rrobat me njëra tjetrës. Po, ne dhe ne. Rrobat banjot në verë, ju kujtohet xhirimet? Po, kur ishim në folije. Unë kam shumë qef që t'i ndaj rrobat me shoqet, apo Same edhe unë. problem fare. Playing me, domethënë duke luajt kuklla. Edhe mirë kështu, po kur shef një rrobë të zezë aty, më ç'është ajo rroba zezë? Do ta provoj herë, mos u bukur mua. Mu që s'më bëjnë kurrë, unë dhe Kja jemi fix, po. Unë dhe Kristali ndajmë ti. Po unë historikisht, nga që nuk kam pasur motor, kam pasur gjithmonë gocën e tezës si motor. Dhe ne kemi të njëjtën moshë. Dhe kemi ndarë, vazhdojmë dhe ndajmë rroba, por nuk ka qenë aq paqësore eksperienca me rroba. Se çson të merrte stilin apo? Po jo, nuk ka lidhje me stilin, por për shembull, kam unë një rrobë, dhe unë dua ta bëj foto ta hedh. Dhe zëma ajo e kërkon. Dhe do që ti bëj foto, dhe thua gjithmonë, po prita bëj herë unë foto ta hedh, pastaj hidhe ti. Ma bëj fotosh, kupton? Këto fotove janë shumë Edhe kam pasur vetëm kushërirën. Kurse me shoqe, kam darë dhe me shoqe, po me që më dolet e shoqet. Dhe nuk kam një pyetje, a jeni ndirë ndonjëherë sikur ndonjëra nga shoqet ka dashur t'ju vjedh stilin ose nëse kështu fshetas ju kopjon? Jo, unë nuk kam menduar se një kush do ta ketë roz kështu si zan, me unicorna. Jemi, domethënë, unë kam pas gjitha shoqet e mia kam pas shumë të ndryshme nga njëra tjetra në stil, në jetesë, domethënë çdo gjë e kemi shumë ndryshe, na bashkojnë vetëm mendimet. Wow, Klia, di sa më kujtove kur kemi qenë fillimet tona këtu tek Andale. Unë pata vesh një herë një kostum roz. Po ta veshur një herë një kostum roz dhe çorape roz. Dhe nuk e mbaj mend, kush më ka thënë dhe më tha që si ke veshur ti rozën e Kleas. Dhe unë ngela se tash, okay, dija që ti vishe roz, tash jemi dhe me roz të dyja. Po, dhe ka qenë, ua, më kujtuar. Dhe unë ndjeva shumë keq atë ditë. Se thash, okay, roza është e Kleas, po pse unë nuk do vesh asnjëherë roz? Ka qenë fillimi atëherë, nuk kishim aq afërmitet me njëra tjetrën. E mban mend që unë vishe ato unicornat, gjithmonë ato papuçe që i vishe ato ndryshme dhe mbaj mend ka vesh një herë Casey. Ato si ishin të mia. Ka qenë bif nëpërmjet emisioneve. Dhe u bë një mini dram ti çorape të roz, ajo mori unicornat se ti mori çorape të roz. Dhe 2 muaj kemi marrë me këtë muhabet. Unë se kam pas ndonjëherë problem fare. Unë, të them të drejtën, unë e kam ndjerë shumë herë që vajzat që kanë pasur afër, qoftë ose shoqe ose jo, më kanë jo kopjuar, por unë e shoh gjithmonë si influencuar. Pra nëse ti vesh diçka dhe duket bukur, ajo e pëlqen dhe thot, shiko, do ta provoj dhe unë, do dukem kështu kaq bukur sa ti. Kupton, nuk e kam parë asnjëherë në formë kopjimi. Unë për shembull kam shoqe që e kanë bezdit që për shembull të veshësh diçka që e kanë veshur dhe ato se të ngjashme, nuk kanë qef. Dhe unë për shembull i respektoj dhe mendoj se janë okay. Respektoj? Ka i respektit? Ja, sepse është mendimi i tyre, kupton? Nuk është se kanë ai gjë për të ashtu. Ndërsa unë për shembull nuk e kam problem fare. Asun fare. Të dukem kështu, të vesh diçka ose e di sa kam unë një gjë shumë problem? Po. Është nëse kemi një event ose kemi një rast, dhe unë do kem të njëjtën veshje me dikë tjetër. Kjo është normale. Nuk e toleroj. Tu edhe me një që mund të rastisësh është të vjeri natë, jo ta kesh veshur ka stile. Më thonë, në mini matur, kam pas
e kemi treguar edhe gocët e fustanin e zi me bish. Ka qenë edhe një gocë tjetër, ka qenë identik, thjesht ka qenë i kuq. Shtyre ishte për fustanin kuqezi. Dhe unë nuk e kam dashur veten atë ditë. Unë nuk e kisha asgjë, ishte thjesht paralele, po imagjino sikur të ishte shoqja ime. Pa jo, se s'do ndodhte, besoj. Po ka Të di unë për shembull edhe kur e shoh që e pëlqen diçka që e kam dhe e ndjej që të vjen pak zor të ma kërkosh, se kam problem fare, them vetë merr e vish ose për të falur, nuk jam kështu. Po. Dua të jetë njerëz që kam. Falim në shkretët, po. Unë nuk e di se sa rroba kur i kujtoj një herë ose shoh foto, them ku e kam këtë, pa le kush e ka ose pa le ku ka unë, nuk. Kjo të si kërkon, ke ma i shtrurin. I them unë ku e ke këtë që e ke vesh në foto? Se di ku e kam lënë, i them unë ma caron, sepse unë Nuk e di. Nuk më zë gjumë i natën nëse nuk e kam diçka në dollap. Tim. Nuk më zë gjumë i natën po se pata diçka në dollap. Po, shiko, ndoshta ka rastisur që jemi ne kështu dhe se kemi problem. Po ka goca që realisht e kanë shumë problem ti marr. Jo, di që kam problem, unë për shembull kam problem që sa e kam bler ose sa e kam marr, ore ti hap qesen vet. Kaq dua, unë pastaj Se vishe. muhabeti biftekut atëherë. Po, ti hap qesen vet. Do të thënë, kjo është kënaqësia ime, t'japi krrr çaj. Ajo duhet të jetë për të gjithë, se duhet të kesh primar veten, njëra ta vishe vet, pastaj Po ore, jo, nuk e kam te veshja, merr e vishe, po ta hap. Veç ta hap, unë ta di që unë e kam hapur këtë Nëse këtu për Mos shumë emocionohu. tek vila ose tek goci do ishte dikush që të konkuronte këtë pluhurin e zanave me Po e konkuron me Juli vishet me roz. kjo ishte deklaratë e fortë. Nuk e mendoj, domethënë se neve E vetëm gjë që as del kamera Juli s'duket me roz, çfarë thash unë? Sa është ajo që shife? e vetmja gjë që na bashkon është vesh të dyja roz, po mendoj që jemi shumë ndryshe prap. Jeni ndryshe në stil, mendoj dhe unë. Po, domethënë Se roza varet dallon. Ja, prandaj hoqi piercing të mos ishte me Julin me pierce. Beef skandale gold, skandale. E sigurum episodin. E pra ka ish dhe Juli tash. E shef shpirt. Po, gjithsesi, Julin ka shkuja kam heq vet. Me Po kështu këto është duar. robi mirë, është robi mirë. Po janë, po. vazhdo. Janë shumë vajza për shkakun që janë të vogla që akoma nuk e kanë krijuar atë identitetin e tyre në stil, po kanë stil, domethënë, edhe ndoshta ndonjëherë ndihen edhe keq, për shembull, se ka goca 14, 15 që janë atë fazën e adoleshencës. Na kanë ndodhur dhe ne. 14, 15, o shpirt, o zot. Shiko, është edhe presioni që ka në shkollë shumë nga shoqëria. Se ti ja shef dikujt diçka dhe thua se mos ta kem dhe unë. po, domethënë ndihesh inferiore. Në atë moshë sepse ti akoma s'ke krijuar personalitet dhe normalisht të ndodh që ndihesh. Po varet se për shembull, unë që kam qenë në shkollë artësh, nuk e kam ndjer këtë shumë, se secili nga ne ka pasur stilin e vet. Keni shumë gotik çan këto. Jo fare, se unë për shembull do të thotë secili nga ne ka pas një stil të veçantë. Po, me flokë karrote, e di. Po pra, që kishte, do të thënë, ekspresiononte veten e vet nëpërmjet veshjes dhe nëpërmjet artit. Prandaj neve nuk e kemi pas se ka qenë shumë ndryshe për secilin. Po në shkollat publike, në shkollat e tjera që nuk ishin artistike, nuk e di se si ka qenë. Shko, di çfarë mendoj unë mendoj që stili dhe moda është aq subjektiv, po në të njëjtën kohë është dhe shumë për të gjithë. Se për shembull, po ta marrësh edhe nga shtëpitë e modës ose nga brende shumë të famshme, kopjojnë njëra tjetrën. Pra del një lloj çante ku diun Birkin, pothuajse të gjithë përpiqen të krijojnë një çantë e ngjashme me Birkin, por që nuk është Birkin, por ka emrin e firmës që ato kanë. Që ti përgjasoj. Dhe në vetvete stili frymëzon dhe të bën që ti të influencohesh nga ajo. Unë për shembull kam pafund goca, nuk do të thënë çdo foto që unë hedh ka shumë save. Dhe zakonisht kur më pyesin, thotë që ku e ke bler këtë ose ku e ke bler atë, zakonisht ja shkruaj, ja them për shembull. Dhe nuk e kam parë asnjëherë që wow, problem. Po, jo. Se do e marri kjo tani dhe do bëj foto si unë. Asu se kam problem. Ne kur hedhim ato fotot për këtë për të arsye, po. Shumë drejt. Por ato ndryshojnë rrobat në mënyrën si ndihesh. Shumë. Për shembull. Jo, ne kemi parë njëra tjetrën pothuajse në çdo gjendje, në çdo humor këtu në vil me gjitha. Kur më shihni mua që vim me kostum sportiv dhe jam e palyer, është ajo dita që nuk do të më flasë njëri. Kurse për shembull sot ndihem mirë, jam e lumtur, kam edhe një arsye tjetër shumë të madhe, po do merrni vesh më vonë se jam shumë e lumtur. Më thanë mos ta them. Se do doja ta thësh shumë dhe. Do shkënjeni shumë këta merrni vesh. Jo, absolutisht, do lumturojmë familjarisht edhe unë do e postoj gjithë të çka kam thënë kur të vi momenti në storyn tim, mundësisht edhe në post. Unë mendoj që fiks ato ditë që unë vesh kostum sportiv, jam ato ditë që nuk do të më flasësh me gojë, po në ditët pastaj. Ato 2 ditët e javës.
Po mos më dit para. Mos më Vetbesimi. dit diva hasla, na diva. Unë nuk e kam do të thënë, unë mendoj që kur vishesh bukur ke atë confidence boost, e kupton, të bëhet që të pushtosh botën. Pastaj ndonjëherë më bëhet të pushtoj botën edhe me tuta me të drejtën. Atë kemi parë. Fix, kemi parë. Që nga fakti që vjen 3 orë me vonesë, fix për të pushtuar botën me ato tutat. Kat, mund Unë mendoj që veshja ndonjëherë tregon edhe mënyrën se si ti kujdesesh për veten. Është shumë, domethënë, mënyra se ti kujdesesh edhe për flokët, dhe për fytyrën. Pra kujdesu edhe për veshjen, sepse veshja në një farë mënyrë të identifikon nga të tjerët. Dhe të dukesh e kurume. Nuk e di për ju, po. Gele me u duke kurume këtu në vil. Këtu jo. Shikon Kemi realisht, bërë si vlaj motor. Unë realisht vdes dhe kam shumë qef kur shoh goca që e mbajnë veten. Qoft tu në vilës ose qoft jashtë vilës. Është ajo që thotë Ema, që tregon që ti ke një lloj respekti për veten. Po maj deri. Po kush do të shofi më motor? Jo këtu, jo. Po se na tani mos në vlerësoa sa mirë se këtu, nuk e di ku. Është burrë të reja. Për dashurinë e jetës jashtë sportit. Për ta përmbyllur, doja të thoja që Taksistik, një shprehje se unë tash e keni kuptuar që mos u ndjeni keq nëse nuk keni krijuar një stil, sepse stili krijohet dita ditës. Kështu që futuni punës dhe krijoni një stil tuaj. Dhe besties, don't copy. They match. Sharing is Caring! Kështu që shpërndani sa më shumë dhurata, rroba. Mi që po flisim për stilin, më falë se jo ndërpreva, se më erdhën ca imazhe para syve të stilit ton. Po, ta shohim vetë më mirë? Qa lloj stilesh kemi Qa kemi krijuar? bërë këtë herë? Shifani.